në të cilat zona Durrësit ka ujë 24 orë. Ka pra ka. Dhe në pjesën më të madhe të Shqipërisë ka ujë 24 orë, do ti apo s'do ti, duan apo s'duan ata që s'duan. Ka pjesë të tjera që akoma nuk është ujë 24 orë dhe për këtë po punohet, por edhe herë tjetër, në pjesën më të madhe të Shqipërisë ka ujë 24 orë. Ky është fakt, si ta themi që nuk ka? Ka. Po legalizimet ku i premtove asgjë nuk bëhen falas, vetëm lekë tuan, unë që s'kam dhënë lekë. Këto janë të shti muhabete pa lidhje. Ne kemi bërë 270.000 legalizime. 270.000. Janë dhe 60.000 që kanë mbetur, vazhdojnë. Janë ato që kanë dhe vështirësi të natyrës ligjore. Ndërkohë që janë bërë 270.000 legalizime. Mbi qerek milioni, dhe një çdo me thënë ku i bërë. Ja pra i bërë. Si që i premtuam, i bëmë. Dhe po i bëjmë dhe duhet ta përmbyllim këtë proces brenda mandatit 4, sepse janë numra shumë të mëdhenj. Dhe nuk bëhen si komentet këtu, që bën një koment edhe kthehesh nga ana tjetër dhe ja fut gjumit. Rame, duhet rrugë, jo pasaport, nuk kemi shtëpijat në Bruxelles, por i kemi në katunet e Librazhit dhe Rame. Tani, që të shpjegoj dhe njëherë tjetër, e para, rrugët që kemi bërë edhe në zonën e Librazhit janë shumë. Pa tjetër që ka ende rrugë për të bërë, nuk diskutohet kjo. Por që të bëjmë më shumë rrugë, na duhet ajo pasaporta. Pse si lidhen të rria pasaporta në rrugët. Ajo pasaporta buron nga të qenit antarë të Bashkimit Evropian. Në momentin që ne bëjmë antarë të Bashkimit Evropian, marrim një buxhet ekstra. Pra, nëse deri më sot në gjithë këto vite, ne nga Bashkimi Evropian kemi marrë rreth 1 miliard e ca, 90% kredi, 10% grant. Në momentin që bëjmë një antar, ne marrim 1 miliard e ca në vit, 90% grant, 10% kredi. Kupton tani se çfarë po flas? A e kupton pse po të them mos u merr me orame, se atë me atë merr Luli, është copyrighti i Lulit. Mos i merr edhe atë copyright që ka. Se atë ka, laj thaj Rame, nuk ka gjë tjetër Luli shkret. Tani lëre Luli. Fokusohu këtu. Mos u merr fare të pëlqen, s'të pëlqen Rama, të pëlqen, s'pëlqen PS-ja. Rama dhe PS-ja janë sot në kohën e dur, në vendin e dur që të hapin rrugën ty dhe të gjithë shqiptarëve duke dhënë pasaportën në dorë dhe t'i japin Shqipërisë një buxhet ekstra duke e futur në Bashkimin Evropian. A kuptove? Fokusohu këtu që po të them. Këtu fokusohu, ke kohë të merresh me Ramën e me PS. Sa të dush.